Java e Pashkëve ka patur shumë vizitorë dhe në komplekset fetare dhe turistike në kodrat e Myzeqes, midis gjurmëve të rrugës Egnatia, që është përherë një kompleks i kërkuar. The UK, so first time in Albania, yeah. So it's been lovely. It's really beautiful out here. So we've been. It's my first time in Albania. I think it's a very beautiful country. One of the things that we've particularly noticed is everywhere we go, we can see the mountains and you can see the snow on the top of the mountains. And that's been Për Sokrat Nako, një nga banorët autokton të zonës së manastirit të Ardenicës, shprehet se ajo është një pasuri shekullore e shqiptarëve dhe një traditë e fuqishme dhe pasuri shpirtërore. Si qendër shpirtërore e gjithë myzeqarëve e mbar vendit. Sa vjeç keni ardhur këtu për herë të parë? Unë këtu për herë të parë kam ardhur 20 ditë që më ka sjellë gjyshja që më ka pas. Jo 20 ditë, por 7 ditë. Po ky nuk u prek si manastir. Dhe klasën dhe konturet dëmtimet janë shumë të mos. Pranverës apo dhe besimin? Tashish ka një gjallëri të jashtëzakonshme për shkak të Pashkëve, të atmosferës fetare që njerëzit janë gjithë zona është e lidhur me këtë. Dhe këtu vinë gati 30.000 turistë të huaj gjatë sezonit. Në këtë periudhë ka gati nga 70-80 turista në ditë. Ky është një kompleks i tërë në krahun e djathtë. Këtu është molliri i vajt, sipër ka qenë shkolla, qysh nga viti 1200. Më tutje është kisha e Shëndërjadhës ku ka vënë kuror Skënderbeu. Manastiri i Ardenicës me kishën e shenjtë të Triadhës u është korrëzuar dhe martesa e heroit kombëtar Skënderbeut është ndër komplekset më të vizituara gjatë gjithë vitit.